because you didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan. Kryeministri Edi Rama nuk i kurseu thumbat ironik ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Dhe e gjitha kjo ndodhe në samitin e klubit politik evropian në Danimark. Trump disa herë ka ngatruar Armenin me Shqipërinë, madje duke pretenduar se ka zgjidhur një konflikt çekullor mes Azerbajxhanit dhe shtetit shqiptar. I saw words that was unsolvable. Azerbaijan and Albania, it was going on for many years. Duke marrë shkas nga kjo gaf, Rama përball Emmanuel Macron dhe Ilham Aliyevit tha me humor: "Duhet të na përgëzosh mua dhe Aliyevin. Trump e ka zgjidhur problemin mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit." Një batut që ndezi sallën dhe i kujtoi botës se edhe në diplomacinë e lartë ngatrimet mund të kthehen në spektakël. Në fakt, konflikti i vërtetë është mes Azerbajxhanit dhe Armenisë për Nagorno-Karabakh, një çështje ndërlikuar që s'ka asnjë lidhje me Shqipërinë.